Faleminderit, kryetar. Në fakt, në Bashkimin Evropian nuk futesh vetëm sepse hap kapituj, po ka një mision më të madh të mbyllësh gropën e madhe të korrupsionit, për cilën ju punoni në mënyrë të përditshme ta thelloni çdo ditë duke dhënë një kontribut të pandalshëm. Ky parlament ka miratuar si në asnjë vend tjetër të Bashkimit Evropian dhe kundër çdo direktive, kundër çdo parimi, kundër kartës themelore të Bashkimit Evropian, kundër marrëveshjes stabilizim asociimit, 5 ligje që përbëjnë paketën e glabërimit të pronës private dhe publike. Ky parlament ka miratuar në mënyrë klienteliste 5 ligje me porosi, të cilat janë ligji i investimeve strategjike, ligji i zonave të mbrojtura, ligji i porteve turistike, ligji i paketës maleve dhe ligji i korporatës të investimeve shqiptare. Të 5 këto ligje janë vjedhje dhe glabërim i pronës publike dhe private. Ligji i investimeve strategjike jepte pronën publike duke glabëruar dhe ca nga ato private me të gjithë benefitet e shtetit tek oligarkët e preferuar të qeverisë. Kur i mbarua të gjithë tokat bregdetare me ligjin e investimeve strategjike, i shtuat ligjin e paketës maleve për të shtrirë glabërimin e pronave publike, duke shtuar në këtë rast edhe futjen e elementëve të pronës private. Pra mund t'i vësh syrin dhe një pronë private dhe ta marrësh ta investosh, sepse i pasuri ka më shumë të drejta në këtë vend se i varfri, se i pasuri mund të bëhet pronar ndryshe nga ai që ka pronën trashëguar nga të partë e vet, por nuk ka atë pasuri dhe atë lidhje me pushtetin. Ligji tjetër ishte ligji i zonave të mbrojtura, i vetmi ligj që ju thot Bashkimi Evropian që duhet ta shfuqizoni, sepse nuk ka më asnjë ndalesë, mbasi mbarua tetet, kalua tek malet, ju duheshin dhe zonat e mbrojtura, dhe bët ligjin ku sot kanë hyrë fadromat në Pishporo, mund të hyjnë fadromat kudo në për Shqipëri, sepse s'ka më zonat të mbrojtura. Dhe në fund, për të mbyllur paketën e dhurimit të Shqipërisë si një plaçk, pa asnjë kriter dhe pa asnjë moral, bët edhe ligjin e korporatës së investimeve shqiptare. Ky ligj tjetër dhuronte ato që ishin prona publike, të cilat do t'ju jepeshin oligarkëve për ndërtuar kryesisht kulla. Siç keni planin në pallatin e brigadave, siç keni planin në pallatin e kongreseve dhe siç doni të glabëroni prona shtetërore në mes të Tiranës apo kudo në për Shqipëri. 5 ligje, një paket antipron, janë paketa më e shëmtuar e ligjeve në porosi, e ligjeve klienteliste që të largojnë nga Bashkimi Evropian, që i dënon Bashkimi Evropian, që shkatron jetën dhe pronën e qytetarëve shqiptar, që është larg atij standardi që kërkon jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, ku duhet mbrojtur pasuria publike për të trashëguar e paprekur tek brezat e ardhshëm, por duhet mbrojtur si e shenjtë dhe prona private që ju e keni kthyer në një mall tregtar. Pra atë që ka para, pra atë që mund të investojë, t'i dhurohet prona. Ndaj jeni qeveria më anti-europiane, jeni qeveria që rrëmbeni dhe glabëroni pronat publike dhe pronat private në këtë vend. Shumë faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zoti